Kryeministri Edi Rama mburet ditë natë se ka një merit të veçantë për rritjen e numrit të turistëve që vinë për të vizituar vendin tonë. Pas kësaj premton në Delir se në vitin 2030 shqiptarët do të kenë në dorë pasaportën e Bashkimit Evropian. Premtimet e tij Boshe nuk i beson as ai vet. Mjafton të hedhësh sy të rreth rrotull dhe të shohësh pellgje me plera, uzurpim të hapësirave publike me rrugë dhe gropa që rezultojnë në vdekje prurse. Rama thotë se Shqipëria ka hyrë në rrugën e transformimit, por haron që qeveria e tij është zhytur në korrupsion dhe përfshihet nga skandali në skandal çdo ditë më shumë. Shqipëria e qeverisur nga socialistët nuk plotëson as bazën elementare për të pritur pushuesit në vendin tonë. Siç shihet edhe në videot e mbërritura në redaksinë e poltnews.al, zona e plazhit në kepin e Rodonit nuk përmbush asnjë standard elitar siç rezulton në iluzionet e Edi Ramës. Pirgje plot me plera që ndrojnë karshi pushuesve në plazhin e kepit të Rodonit që piqen në diell. Siç shihet edhe këtë vit sezoni turistik ka nisur me të njëjtat plafë të vjetra që ndjekin sektorin prej vitesh, mbetje, mungesë infrastrukture, abuzime të shumta me çmime, ndërtime kaotike në bërtet dhe uzurpimi i hapësirave publike. Pushuesit vendas dhe turistët të huaj janë të detyruar të paguajnë për çadrën dhe shezllonet, shpeshherë dhe çmimet e kripura, por sërish të mos u afrohen as kushtet minimale në këmbim dhe rrezikojnë të infektohen nga kimikatet dhe ujërat e zeza që derën në det apo plerat e bërmullar. Pavarësisht se mediat e kanë ngritur këtë shqetësim prej vitesh, qeveria Rama vijon e pashqetësuar të promovojë Shqipërinë me sloganet optimiste dhe spote luksoze duke premtuar turizëm militar. Duket se premisat janë që bukuria natyrore e Shqipërisë të thet në një zhgënjim dhe burimi i infeksionit për të gjithë pushuesit nga neglizhenca dhe paaftësia e Ministrisë së Turizmit e mbështetur nga Edi Rama.